Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e diel 9 mars 2025. Dashi. Lehtë për t'u provuar ndjesi të veçanta. Nuk po përjashtoj disa lajme të mira këto ditë, mirë me ujorin dhe peshoren. Demi. Nëse do të kishte ndonjëherë ndonjë gabim ekonomik, tani do të ketë një shans të rimë këmbët edhe të kthehet në lojë. Ndërkohë, nëse ka dikush që del përpara në dashuri, jepini hapësirë ndjenjave. Binjakët. Në dashuri nuk keni kohë, nuk dëshironi ose ka distanca për të mbushur. Këto ditë ju duhet të bëni zgjedhje që edhe mund të ndryshojnë jetën tuaj, të prishin disa siguri. Gaforja. Jeni më pak të shqetësuar dhe mund t'u jepni një shans të ri në dashuri atyre që ju kanë bërë të vuaj zemrën, perspektivat e mira që vinë nuk do të mungojnë aventurat. Luani. Mund të përjetoni një emocion të bukur. Një njeri ujori ose shigjetari mund t'ju japë këshilla të mira për të jetuar më mirë edhe ditët në vijim. Virgjeresha. Mendoni nëse do të shtyni për nesër situata serioze ose komprometuese. Jini më pozitiv pavarësisht nga pasiguritë. Peshorja. Duhet të përpiqeni të jeni të qetë dhe të mos vendosni shumë mish në zjarr. Nëse doni të ndryshoni, nuk është e mundur ta bëni tani. Nëse doni të qëndroni në një vend, dikush dëshiron t'ju largojë dhe në dashuri keni kujdes nga historitë e luhatshme. Akrepi. Vështirësitë e djeshme mund të kapërcehen. Ftesa është që të jeni pak më pak të afërt në dashuri. Shigjetari. Tema e parave mund të jetë në qendër të vëmendjes suaj. Sa përgjegjësi janë rënë mbi ju kohët e fundit. Britsjapi. Ju kur nuk ndaleni. Nga mëngjesi në mbrëmje dhe është normale që ju të përjetoni momente lodhjeje. Mos e izoloni veten, përpiquni të shpjegoni emocionet tuaja atyre që nuk i kuptojnë ato. Ujori. Sot është e lehtë të ndjesh se dashuria kthehet. Kjo është një ditë e mbushur me njohuri. Peshqit. Ndonjëherë për një jetë të qetë ju thoni që jeni dakord për situatat familjare dhe vendimet. Tani ju duhet më shumë sinqeritet. Eliminoni ata që ishin të pabesë në të kaluarën ose do të riktheheni. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.